Dështon referendumi në përgjysmimin në 5 vite të afatit të marrjes së shtetësisë në Itali. Nisma që u mbështet vetëm nga opozita nuk arriti 50% që në nevojshëm të pjesëmarrjes që rezultati të shpallej i vlefshëm. Në Itali nuk do të ketë përgjysmim në 5 vite të afatit të marrjes së shtetësisë për të huajt. Rezultati i referendumit 2 ditor që synonte të miratonte këtë nismë nuk ka vlerë pasi pjesëmarrja nuk arriti 50%, çka do e bënte atë të vlefshëm. Kutitë e votimit u mbyllën përfundimisht në orën 15. Nismëtarë ishin sindikatat dhe partitë e majta të opozitës, të cilët kërkuan parafrimin e ligjeve për marrjen e shtetësisë për punonjësit e huaj me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ku ky dokument u jepet të huajve që aplikojnë për 5 vite. Italia kërkon 2 fishin e kohës, periudha më i gjatë mes vendeve të Unionit. Nisma nuk u mbështet nga qeveria. Kryeministra italiane Giorgia Meloni u paraqit simbolikisht në qendrat e votimit të dielën në ditën e parë të referendumit, por nuk votoi, ndërsa aleati i saj Matteo Salvini tha se shtetësia italiane është diçka që duhet mund për ta fituar, ndaj u bëri thirrje italianëve të mos marrin pjesë. Organizatorët kritikuan edhe median publike Rai, që me udhëzimet e Melonit nuk nxiti italianët të dalin në votime. Reforma prek 2.5 milion të huaj që jetojnë në Itali.